Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akaza dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Nga samiti i 4 i diasporës, kryeministri Edi Rama ka fiksuar rolin e shqiptarëve jashtë vendit në procesin e integrimit evropian. Ai ka krahasuar rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian me përvojën e emigrantëve shqiptar në botë, duke e cilësuar si një proces bashkimi dhe jo ndarjeje. Rama ka bërë thirrje për rritjen e kontributit të diasporës në investime, inovacion dhe zhvillim të vendit. Në kuadër të samitit të 4 të diasporës, kryeministri i vendit Edi Rama ka mbajtur një fjalim ku ka vënë në qendër rolin e diasporës shqiptare në rrugtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Ai theksoi se procesi i integrimit evropian i Shqipërisë është i ngjashëm me përvojën e emigrantëve shqiptar në botë, duke e përshkruar si një rrugtim që nga largimi drejt kthimit dhe bashkimit me vendin e origjinës. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm, i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët të familjes europiane. Ai ka sjellë në vëmendje edhe të drejtën e votës së diasporës, duke e konsideruar si një hap të rëndësishëm demokratik që tashmë është bërë realitet. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar ato të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. Rama vlerësoi se drejtësia sot është e pavarur dhe se pandëshkueshmëria është një mit i së shkuarës. Sot pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në kryet herës nga 1912 deri kur ne me vullnet plot i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. Samiti u pasurua me praninë e përfaqësuesve nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, duke dëshmuar se armja e Shqipërisë nuk shkruhet vetëm në Tiranë, por kudo që jetojnë shqiptarët. Rama e cilësoi këtë si një pjesë të një projekti të madh kombëtar, më të madh se çdo qeveri apo cikël politik që synon bashkimin e shqiptarëve në familjen europiane. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ashpërsuar tonet ndaj kryeministrit Edi Rama duke akuzuar për politika që sipas tij kanë çuar në largimin masiv të shqiptarëve. Ai ka folur për shifrat e larta emigracionit dhe ka kritikuar qeverinë për drejtësinë, ekonominë dhe integritetin evropian. Berisha ka bërë thirrje për protestat në 17 prill si kundërpërgjigje ndaj asaj që i qua narkoshtet. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha doli me deklarata të forta nga Selia Blu, duke e cilësuar kryeministrin Edi Rama si armik të egër të interesit kombëtar dhe argat të Beogradit. Ai është armik i egër i interesit kombëtar, i vokacionit perëndimor dhe vetë ekzistencës së shqiptarëve si kombë. Se pas Enver Hoxhës, që deklaronte me krenarisë se Kosovën ja lam serbëve, Edi Rama në këto vite pushteti është tradhtari më i madh i Kosovës dhe kombit shqiptar. Ai ka sjellë në vëmendje shifrat e emigracionit, duke pretenduar se nga viti 2015 deri në vitin 2024, rreth 1.99 milion shqiptar. Ai ka sjellë në vëmendje shifrat e emigracionit, duke pretenduar se nga viti 2015 deri në vitin 2024, rreth 1.999.000 shqiptar janë larguar vetëm në hapësirën e Schengenit. Edi Rama mund të shpallet paniç emeritus i Serbisë, pasi në politikat e tij ka tejkaluar edhe platformën e Vasor Trubilovicit për dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Shifrat janë alarmante. Nga viti 2015 deri në vitin 2024, vetëm në hapësirën e Schengenit janë larguar 1.990.000 shqiptarë. Së bashku me emigrantët në vende tjera janë rreth 45% e popullsisë të larguar nga vendi. Ndërkohë, në vitet 2007-2014, numri i shqiptarëve në Shqipëri u rrit çdo vit.
Berisha ka akuzuar gjithashtu qeverinë për dështime në ekonomi dhe bujqësi, duke pretenduar se fermerët janë lënë pa mbështetje dhe se në vendet e Bashkimit Evropian subvencionet për bujqësinë janë standard. Se nuk ka asnjë vend në vendet anëtare të Bashkimit Evropian apo që negociojnë, të cilat nuk japin subvencion për naftën për fermerët. Në fund të deklaratës së tij, Berisha ka kërkuar që diaspora dhe qytetarët të mos bien prej nismave qeveritare si paketa e maleve, të cilën e ka cilësuar si propagandë politike. Pakete mafjes, të cila e quhen pakete maleve. Ju e njihni Shqipërinë. Shqipëria është vendi më malor për sipërfaqen e saj në Europë. Ka kodër mal rreth 75-80% të sipërfaqes. Tani ku e ka gjetë Edi Rama malet me paketën e tij? Në Maminas. Në Maminas, rreth Maminasit 30 metër mbi sipërfaqen e detit. Pra, është gjithçka një mafje, ndaj ju lutem askush mos bie pre viktim e mashtrimeve të Edi Ramës, të paketës së mafjes. Lideri demokratik ka bërë thirrje dhe për mobilizim qytetar, duke ftuar shqiptarët i bashkohen protestës së paralajmëruar me 17 prill si kundërshtim ndaj asaj që e quan narkoshtet. Hetimi penal ndaj kryebashkiakut Erion Velia është vënë në qendër të debatit pas dyshimeve për identitetin e kallëzuesve që kanë iniciuar çështjen. Sipas mbrojtjes, personat Nasta Pollumbi dhe Nesti Angoni nuk figurojnë në regjistrin civil shqiptar, duke ngritur pikpyetje mbi bazën e hetimit. Çështja ka sjellë reagime edhe nga studiot ligjore ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur shqetësime për procesin. Hetimi penal ndaj kryebashkiakut të Erion Veliajt ka hyrë në një fazë debati ligjor, pas pretendimeve se kallëzimet që kanë nisur procedimin bazohen mbi identitetet paqarta dhe të pakonfirmuara. Sipas avokatëve mbrojtës, hetimi është iniciuar mbi bazën e dy personave të quajtur Nasta Pollumbi dhe Nesti Angoni, të cilët nuk figurojnë në regjistrin kombëtar të gjendjes civile në Shqipëri, duke ngritur dyshime mbi ekspertizën e tyre reale. Studio ligjore Kazovic ka reaguar publikisht duke se zbulimi i këtyre elementeve ngre pikpyetje serioze mbi themelimin e procedimit penal dhe mbi mënyrën se si është nisur hetimi. Po ashtu, avokati i Veliajt Plaren Dreca ka deklaruar se nisja e ndjekjes penale mbi një bazë të tillë vën në dyshim procesin e rregullt ligjor dhe integritetin e hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme. Ka sinjalizues të pretenduar janë emrat sajuar, individ fiktiv dhe pretendimet që atribuohen atyre janë të pambështetura dhe në thelb të pabesueshme. Ky zbulim shqetësues sugjeron më tej se s'pa ka nisur një ndjekje penale të rëndësishme ndaj një kryetari në detyrë mbi një premisë thellësisht të dyshimt, duke theksuar shqetësime serioze mbi procesin e rregullt ligjor, integritetin e ndjekjes penale dhe sundimin e ligjit. Çështja ndaj kryebashkiakut të Erion Veliajt ka tërhequr vëmendje edhe në studiot ligjore ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur rezerva mbi mënyrën e nisjes dhe zhvillimit të procesit penal në gjykatën e posaçme. Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë pasditën e sotme një kompleks banimi në zonën Farmacia nr. 10 pranë QSU-s në Tiranë. Flakët kanë përfshirë fasadën e pallatit dhe kanë shkaktuar panik tek banorët, të cilët janë evakuuar nga autoritetet. Zjarrfiksja dhe policia po punojnë për izolimin e plotë të vatrës së zjarrit, ndërsa ende nuk dihen shkaqet. Një zjarr i përmasave të mëdha ka shpërthyer pasditën e sotme në një kompleks banimi në zonën e njohur si Farmacia nr. 10 pranë QSU-s në Tiranë, duke përfshirë fasadën e jashtme të ndërtesës dhe duke krijuar një situatë të rëndë emergjente. Sipas raportimeve, flakët kanë nisur fillimisht në pjesën e poshtme të kompleksit dhe më pas janë përhapur me shpejtësi në fasadë, të favorizuar edhe nga materialet e jashtme të ndërtesës. Banorët janë evakuuar menjëherë nga forcat e policisë dhe shërbimet zjarrfikse, ndërsa në zonë është krijuar një perimetër sigurie për të shmangur afrimin e qytetarëve për shkak të rrezikut të përhapjes së flakëve dhe shembjes së mundshme të pjesëve të ndërtesës. Pamjet nga vingjerja tregojnë të tym të dendur që kanë mbuluar gjithë zonën përreth, duke vështirësuar ndërhyrjen e ekipeve të emergjencës, duke krijuar panik tek banorët e lagjes. Zjarrfikësit po kryejnë punën për shuarjen e zjarrit, por situata mbetet e vështirë për shkak të intensitetit të flakëve dhe përhapjes së tyre me shpejtësi në strukturën e kompleksit. Deri më tani nuk raportohen për personat lënduar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e rënjes së zjarrit, kundër pistat e para mbetet edhe ajo e defektit elektrik, megjithse ende nuk ka një konfirmim zyrtar.
Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është zhvilluar seanca e parë në themel ndaj një grupi të pandehurisht të akuzuar për hakerimin e postave elektronike të prokurisë së SPAK-ut. Të pandehurit kanë refuzuar praninë e kamerave, ndërsa nga ana tjetër seanca është shtyrë me kërkesë të mbrojtjes. Prokuria e posaçme pretendon se janë siguruar materialet hetimore nga disa dosje sensitive. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur seanca e parë në themel ndaj një grupi të pandehurisht të akuzuar për sulm kibernetik ndaj sistemeve dhe postave elektronike të prokurorëve të prokurisë së posaçme. Të pandehurit Agim Ismailaj, Zambak Gjonaj dhe Arnold Rokaj janë paraqitur në gjykatë por kanë kundërshtuar praninë e kamerave gjatë seancës duke kërkuar zhvillim me dyert të mbyllura. Seanca është shtyrë pas kërkesës së avokatëve të mbrojtjes së ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve Ismailaj, të cilit kërkuan që vijë në dispozicion vendimi i seancës paraprake me qëllim përgatitjen e plotë mbrojtjes. Sipas prokurisë së posaçme, grupi dyshohet se ka hakeruar postat elektronike të dy prokurorëve të posaçëm, duke arritur të tërheqë materiale nga disa dosje hetimore. Hetimet tregojnë se si ekzekutor kryesor dyshohet shtetasi Arnold Rokaj, ndërsa materialet e përfituara janë shpërndarë më pas te Agim Ismailaj dhe Zambak Gjonaj. SPAK ka deklaruar se nga ky veprim nuk janë kompromentuar materiale sekrete hetimore, por ka dyshime se grupi ka tentuar gjithashtu të deportojë në postën elektronike zyrtare të ish krehut të SPAK-ut Altin Dumani, çka e ka bërë çështjen edhe më të ndjeshme në aspektin e sigurisë institucionale. Prokuroria e Tiranës ka lëshuar 9 masa sigurie ndaj personave të dyshuar për përfshirje në skema mashtrimi përmes call centerave. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet e huaja dhe kanë në fokus viktima nga vendet të Bashkimit Evropian. Operacioni ka çuar edhe në sekuestrimin e pajisjeve kompjuterike dhe shumave të konsiderueshme monetare. Një operacion i gjerë është finalizuar nga Prokuria e Tiranës në kuadër të një hetimi ndërkombëtar për mashtrime përmes call centrave që dyshohet se kanë prekur qytetarë të vendeve të Bashkimit Evropian. Në total janë lëshuar 9 masa sigurie, ku 7 prej tyre janë në arrest në burg, ndërsa 2 masa të tjera janë më të lehta, në varësi të rolit të dyshuar të secilit person në skemën kriminale. Operacioni i zhvilluar mbrëmjen e së hënës dhe është rezultati i një hetimi të gjatë në bashkëpunim me autoritetet e huaja pas letërporosive të ardhura nga jashtë vendit. Sipas hetimeve, viktima e skemave të mashtrimit janë kryesisht shtetas nga Austria dhe Gjermania, të cilët janë kontaktuar nga operatorë të punësuar në këtë qendra dhe janë nxitur të investojnë në platforma online jo real. Metoda e përdorur ka qenë ajo e njohur e mashtrimit financiar, ku qytetarët u premtoheshin fitime të shpejta nga investime të reme, duke i shtyrë të transferoheshin shuma të konsiderueshme parash. Gjatë operacionit janë sekuestruar 10 pajisje kompjuterike, materiale dokumentare dhe shuma të mëdha monetare, të cilat dyshohet se lidhen me aktivitetin e palishëm. Autoritetet shqiptare theksojnë se raste të ngjashme janë goditur edhe më herët në Tiranë në bashkëpunim me partner ndërkombëtar në kuadër të luftës kundër mashtrimeve financiare ndërkufitare. Gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm Yusuf Hasan për vrasje me pasojë vjedhje të fëmijët të tij Xhemal Mata. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Shëngjin i Vogël në Shëngjersh të Tiranës në 13 janar 2025. Sipas hetimeve, viktima është goditur me çekiç dhe janë marrë paratë që mbante me vete. Gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm Yusuf Hasan pasi u shpall fajtor për veprën penale vjedhje me pasojë vdekjen në dëm të fëmijët të tij Xhemal Meta. Sipas prokurisë, ngjarja e rëndë ka ndodhur në 13 janar 2025 në fshatin Shëngjin i Vogël, në zonën e Shëngjergjit në Tiranë, ku viktima u qeti pa jetë në banesën e tij. Ekspertiza mjekoligjore ka provuar se vdekja e Xhemal Metës ka ardhur si pasojë e dëmtimeve të rënda në kokë, të shkaktuara nga goditja me çekiç. Gjatë hetimeve, Yusuf Hasan ka pranuar se ka kryer aktin pas një konflikti të lindur pas konsumimit të kafes së mëngjesit, duke deklaruar se veprimi i tij ishte nxituar nga mllëfja i akumuluar prej kohësh. Sipas prokurisë, autori ka qenë në dieni se viktima mbante gjithmonë me vete një shumë parash të lidhur me një qese rreth qafës dhe pas krimit ka marrë para duke konsideruar ngjarjen jo vetëm si vrasje, por edhe si vjedhje me pasojë fatale. Pas krimit, Yusuf Hasan është larguar nga vendngjarja dhe ka shkuar në banesën e vajzës së tij në Vor, ku ka lënë armën e krimit dhe paratë e marra. Prokuria e ka cilësuar ngjarjen si një akt të rënd kriminal të kryer me dashje dhe për përfitim material, ndërsa gjykata ka vendosur dënimin maksimal me burgim të përjetshëm.
3 persona janë arrestuar në Vlorë pasi dyshohet se kanë dhunuar dhe tentuar të rrëmbejnë një 35 vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Hajro Çakëri, ku viktima është goditur me 2 pistolete. Policia po heton motivet e konfliktit, ndërsa nuk përjashtohen dyshimet për përfshirje në veprimtari të paligjshme. 3 persona janë vënë pranga nga policia në Vlorë pasi dyshohet se kanë dhunuar dhe kanë tentuar të marrin peng një 35 vjeçar në lagjen Hajro Çakëri. Sipas informacioneve zyrtare, të arrestuarit janë identifikuar si Xhevair Islamaj 31 vjeç, Klodian Hysenaj 34 vjeç dhe Mario Zekaj 20 vjeç, të 3 banues në Vlorë. Gjëra ka ndodhur pas një konflikti mes tyre dhe viktimës, i cili është dhunuar me 2 pistolete gjatë përplasjes. Policia e Vlorës ka ndërhyrë menjëherë pas njoftimit dhe ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar, duke sekuestruar si prova materiale një pistolet sportive dhe 2 automjete. Nga hetimet paraprakë rezulton se të përfshirët dhe i dëmtuari janë banorë të së njëjtës zonë dhe konflikti dyshohet se ka nisur për motive të dobta pasi debati në rrjetin social TikTok. Megjithatë, këto dëshmi po trajtohen në rezerva nga policia, i cili nuk përjashton mundësinë që ngjarja të ketë lidhje me konflikte të tjera, përfshirë dhe aktivitete të dyshuara të paligjshme, duke qenë se viktima ishte kthyer vetëm pak ditë më parë nga jashtë vendit. Prokuroria ka nisur hetimet për vepra penale, kanosje dhe plagosje rënë në dashje, ndërsa vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Bordi i Transparencës ka rishikuar sërish çmimin tavan të karburanteve në Shqipëri, duke i rritur si për naftën ashtu edhe për benzinën. Nafta në tregun e pakicës do të shitet me 215 lekë për litër, ndërsa benzina 178 lekë për litër. Vendimi vjen pas luhatjeve në bursat ndërkombëtare të naftës. Bordi i Transparencës ka ndërhyrë sërish në tregun e karburanteve, duke rishikuar me rritje çmimin tavan për naftën dhe benzinën në tregun vendas. Sipas vendimit të ri, nafta në tregun e pakicës do të shitet me 215 lekë për litër, duke shënuar një rritje prej 6 lekësh krahasuar me çmimin e mëparshëm tavan në tregun e shumicës. Nafta është vendosur në 203 lekë për litër, edhe benzina ka psuar rritje, duke u shitur në tregun e pakicës me 178 lekë për litër nga 175 lekë që ishte më parë. Në tregun e shumicës, çmimi i saj është përcaktuar në 166 lekë për litër. Sipas Bordit të Transparencës, këto çmime do të jenë në fuqi deri në një vendim të ri dhe përcaktohen në bazë të lëvizjes në bursat ndërkombëtare të energjisë. Institucioni sqaron se rritja e fundit lidhet dhe me zhvillimet në tregjet globale, ku pas raportimeve për dështimin e raundit të parë të negociatave mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, çmimet e naftës kanë reflektuar rritje. Ndërkohë, me vendosjen e këtij tavani të ri, nuk aplikohet zbritja e aksizës, e cila sipas aktit normativ të qeverisë ulet në 20% vetëm në rastet kur çmimi i tavanit naftës të kalon 220 lekë për litër në tregun e pakicës. Shoqata e transportit publik ka njoftuar se nga data 15 prill do të reduktojë ndjeshëm numrin e autobusëve në qarkullim. Masa vjen si pasojë e rritjes së kostove të karburantit dhe mungesës së masave mbështetëse nga qeveria. Operatorët paralajmërojnë vështirësi serioze në shërbim dhe u bën thirrje qytetarëve për mirëkuptim. Shoqata e transportit publik ka bërë të ditur se duke filluar nga data 15 prill do të reduktojë me rreth 40% flotën e autobusëve në qarkullim si pasojë e situatës së vështirë financiare të krijuar nga rritja e çmimeve të karburanteve. Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është marrë pas mungesës së një skeme kompensimi nga institucionet shtetërore, si dhe pas ndërhyrjes së elementeve fiskal që ndikojnë drejt për drejt në koston operative të sektorit, përfshir aksizën, taksën e qarkullimit dhe TVSH-n. Shoqata e transporteve theksojnë se kanë zhvilluar disa takime me autoritetet përgjegjëse, por deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje apo mas konkrete për lehtësimin e barrës financiare që po përballojnë operatorët. Në deklaratën e tyre, përfaqësuesit e sektorit shprehen se kjo situatë nuk është rezultati i vullnetit të tyre, por pasojë drejt për drejt e mungesës së ndërhyrjes institucionale në kohë, në një moment kur kostot e karburantit kanë pësuar rritje të ndjeshme. Ata u bëjnë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe për të planifikuar më herët udhëtimet e tyre, duke paralajmëruar se reduktimi i linjave mund të sjellë vonesa dhe vështirësi në lëvizje e përditshme. Shoqata e transportit kanë deklaruar gjithashtu se mbeten të hapur për dialog me institucionet, duke kërkuar ndërhyrje urgjente dhe efektive për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në këtë sektor. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 15 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me reshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me mot të lagësh dhe intervale të shkurtra pareshje. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 25 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët deri mesatar rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 15 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 16 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 16 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 15 deri në 20 gradë Celsius. Berat 16 deri në 24 gradë Celsius. Korç 8 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë 16 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 22 gradë Celsius. Sarandë 17 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 15 prill 2026 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm me vranësira dhe reshje shiu në disa zona. Paraditja do të ketë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me reshje lokale shiu. Temperatura minimale pritet të zbrezë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 11 deri në 19 gradë Celsius. Podujev 9 deri në 18 gradë Celsius. Skënderaj 10 deri në 17 gradë Celsius. Pej 12 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 10 deri në 18 gradë Celsius. Ferizaj 10 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 11 deri në 14 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë me Ruta Kokshën në edicionin e ardhshëm.